Qeveria shqiptare ka hedhur një tjetër hap konkret drejt zhvillimit të industrisë së mbrojtjes duke miratuar në mbledhjen kushtet për nisjen e negociatave ndërmjet shoqërive shtetërore KAJO SHA dhe subjekteve private për krijimin e një shoqërie të përbashkët aksionare. Kjo shoqëri do të ketë për qëllim prodhimin ose përshtatjen e mjekteve motorike të posaçme, të cilat do të përdoren nga forcat e armatosura, strukturat e sigurisë dhe emergjencat civile. Sipas vendimit, çdo subjekt privat me të cilin KAJO negocion duhet të sigurojë një investim minimal prej 15 milion eurosh brenda një periudhe 3 vjeçare, si dhe punësimin e të paktën 150 punonjësve gjatë së njëjtës periudhë. Partneri privat duhet të gjithashtu të ofrojë linja teknologjie të prodhimit të mjeteve të blinduara sipas nevojave të ushtrisë me standarde të NATO-s, si dhe të sigurojë rrjetin e shpërndarjes për eksportet eventuale. Shoqëria shtetërore KAJO do të mbajë një pjesëmarrje jo më të ulët se 45% të aksioneve në shoqëri të përbashkët dhe do të kontribuojë me një pasuri të paluajtshme jo më pak se 20.000 metër katror, që do të vihet në dispozicion pa të drejtë tjetërsimi. Gjithashtu KAJO do të ketë një rol kyç në menaxhimin e shoqërisë së re, përfshirë të drejtën e vetës dhe përfaqësimin e organeve drejtuese. Minimalisht 50% e anëtarëve të Këshillit Drejtues apo mbikëqyrës do të emërohen nga KAJO. Administratorët do të zgjidhen me dakordsinë e saj. Përmes strukturave të Ministrisë së Mbrojtjes dhe forcave të armatosura, KAJO do të garantojë sigurinë fizike të ambienteve të prodhimit, si dhe mbrojtjen e të dhënave teknike dhe projektive. Kompania e përbashkët do të ketë të drejtë të furnizojë forcat armatosura të Shqipërisë me mjete të prodhuara në përputhje me ligjin dhe vendimin e qeverisë. Vendimi hyn në fuqi menjëherë sapo të botohet në fletoren zyrtare.